Një djalë i tha nanës së tij: "Oj nana ime dashur, përse po qan?" Ajo i tha: "O biri im, unë qaj nga se jam grua." Djali i tha: "Oj nana ime dashur, unë nuk po të kuptoj, mos qaro se çka don të thuash." Nëna e përqafoi shumë dhe i tha: "O biri im, ti këtë nuk do ta kuptosh derisa të rritesh." Pastaj djali shkoi te baba dhe i tha: "O baba, përse qan nëna pa asnjë arsye?" Baba i tha: "O biri im, të gjitha gratë qajnë pa asnjë arsye." Pastaj ky djalosh u rrit dhe u bën burr dhe shkoi te një dietar, te një hoxh i madh dhe i tha: "O dietar, o ti që Allahu Dhu Xhelal të ka gradu me dije të madhe, a mundesh të ma sqarosh përse gratë qajnë pa asnjë arsye?" Dietari i tha: "O ti djalë i ri, kur Allahu Dhu Xhelal e krijoi gruan, ja ka bërë shpatullat shumë të forta dhe mund ta mbajnë gjithë barrën e botës. Allahu fuqiplot ja bëri gruas të ketë krah të butë që të jep rehati. Ja dha gruas fuqi të mbrendshme ta përballon lindjen e fëmijëve. Allahu Dhu Xhelal ja dha gruas qëndrueshmëri, t'i përballoj vështirësitë e familjes, të kujdeset për fëmijët, të kujdeset për shtëpinë. Allahu fuqiplot i dha gruas dashuri ndaj fëmijëve të saj që nuk përfundon dhe nuk mbaron." Atëherë ky djalë i ri e kuptoi se përse qan nana e tij. E kuptoi vlerën e madhe përse gratë qajnë dhe tha: "O Allahu im, shpërblej me xhenet nanat tona. O Allahu im, shpërblej me xhenet të gjitha gratë që kujdesen për familjet e tyre."